Nata e madhe e Isras dhe Mirajit padyshim se mbetet njëra ndër ngjarjet më të rëndësishme në botën islame dhe në jetën e Muhamedit. Është pikërisht kjo natë ku pejgamberi ynë bëri një udhëtim të jashtëzakonshëm e njëkohësisht edhe të mbinatyrshëm. Është pikërisht kjo natë ku udhëtoi brenda natës nga Mekka në Kudzi Sherif e më pas edhe në horizontet qiellore për të takuar Zotin, aty ku asnjë krijesë tjetër nuk ishte pasur mundësi të shkonte asnjëherë. Është pikërisht kjo natë në të cilën gjendemi edhe ne sonte, e që ka një rëndësi të veçantë, e që njohësit e fushave e shpjegojnë një mrekulli të tillë. Ky udhëtim është mrekullinë vetvete, sepse ka të bëjë me një udhëtim jashtë sferave toksore, me një udhëtim prej Mekës deri tek Mesjidul Aksaja, e prej Mesjidul Aksas deri mbi 7 qiell, deri tek Sidratul Muntaha, deri atje ku Zoti fuqiplot nuk i ka mundsuar asnjë njeriu të arrijë atje. Për këtë ngjarje dietarët islam dhe juristët kanë folur shumë dhe kanë konkluduar dobi të shumta. E prej tyre kanë përmend dobi që janë për vetë pejgamberin alayhis salam e disa të tjera për neve si ummet i tij. Ato që janë për Muhamedit alayhis salam kanë thonë se ka qenë një problem për të dërguarin e Zotit, sepse kjo ngjarje ka ndodhur pikërisht mas shumë përsekutime, mas shumë vuajtjeve, maltretimeve, për ndjekjeve që ju kanë bën nga banorët e Mekës edhe nga fisi Thaqif. Xhibrili alayhis salam e shoqëron Muhamedit alayhis salam që nga Mekëja për në Jerusalem e prej aty edhe deri në qiellrat e larta, deri në qiellin e 7, deri te Sidratul Muntaha. Por për të saj, ma shkurt si që dim, as Xhibrilit a.s. nuk i lejohet, por i lejohet kësaj krijese më të zgjedhur të njerëzimit, e që është Muhamedi a.s. e të cilit Allahu xhaleshanu ja mundson pra edhe ngritjen, edhe mbi qiellin e 7, edhe takohet atje, edhe pse po ekziston perdja gjatë diskutimit, gjatë bisedës mes tij edhe Allahu xhaleshanu. Por vërtet krejt ky zhvillim, krejt kjo ngjarje, Allahu xhaleshanu don të na tregon edhe një herë se ç'është në gjendje me bërë me kunin e tij. Kun feyekun, bëhu edhe bëhet. E që vërtet me këtë Allahu xhaleshanu na tregon se kur është çështja e aspektit të ligjeve me të cilat neve na obligon edhe Kur'ani, edhe Sunneti i pejgamberit alayhis salam, që ne ligjet që Allahu i ka vënë në gjithësi ti njohim, ti eksplorojmë ato, edhe ti zbatojmë jetën tonë të përditshme. Por megjithatë, ai që i ka vënë këto ligje, kur don edhe i ndryshon ato, kur don edhe i ndron ato, kur don edhe më shkurt i thën ato ligje, edhe për atë kemi të bëjmë pra në rastin e Isras dhe Mirajit, kemi të bëjmë me thyrjen e këtyre ligjeve. Profesori i akaidit në medresen Alaudin në Prishtinë, Muharrem Tërnava, po të nxënë se kjo ngjarje lidhet ngushtë me çështjen e besimit, sikurse tek besimtarët në të kaluarën, ashtu edhe në ditët e sotme. Në fushën e akaidit të besimit, Isra dhe Miraji klasifikohet si mujize, mrekulli e pejgamberit alayhis salam. Besimi në të është detyrim, për shkak se është e vërtetuar prerazi me ajete nga Kur'ani fisnik, po dhe me hadithe të besueshme të pejgamberit alayhis salam. Prandaj mund të themi se siç u sprovua besimi i njerëzve që jetonin në kohën e pejgamberit alayhis salam, edhe sot sprovohet besimi i njerëzve se sa ata e besojnë këtë mrekulli dhe këtë ndodhi që i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam. Besimi është bindja e prerë dhe fortë e njerit që beson në një çështje të caktuar dhe një kauz të caktuar. Ajo është nyja që personi e lidh me çështjen që beson. Prandaj Isra dhe Miraji ishte një mundësi që ata që se besuan t'ia kaputnin krahët e dërguarit alayhis salam. Dhe këtë e provuan me krahun e fortë që kishte. Ne dim që Khatija ka qenë një krah i fortë i pejgamberit son bashkëshorti i tij, për krahë shumë e madhe në situata të ndryshme të jetës së tij. Por me që ajo kishte vdekur, tentuan që t'i kaputnin krahun tjetër, ai ka qenë Abu Bakri. E dini mirë që gjëja e parë pasi që Resulullah erdhi dhe ai e transmetoi mesazhin e Zotit pa hamendje. Neve në jetë na ndodh nganjëherë kur e kemi një lajm që duket paksoj çuditshëm dhe kemi frikën se mos nuk na besojnë, kanjëherë ne ngurrojmë që ta themi, sepse mendojmë se njerëzit na përqeshin dhe s'na besojnë apo. Kjo s'ka ndodhur me pejgamberin alayhis salam, sepse të gjithë dërguarit e Allahut kanë qenë besnik dhe roli detyra e tyre ka qenë që të transmetojnë mesazhin. Prandaj pejgamberi sa me të u kthyer nga Miraxhi, pa hezitim fare, i bindur fort në atë që ka ndodhur dhe duke besuar shumë se roli i tij është transmetimi i shpalljes dhe i mesazhit, ai më njëherë tregonte njerëzve atë që ka ndodhur. Imami në Prishtinë, Husamedin Abazi, po të nxënë se çështja e besimit është parë si mundësi
për të sulmuar pasuesit e pejgamberit pas kësaj ngjarje. Ajo që është kontestu nga Mekasit, e që e kontestojnë edhe mushrikët e Zotit për fat të keq, është ai udhtim pra me trup edhe me shpirt, e që vërtet edhe këte e kanë menduar Mekasit, e kanë menduar dohet mushrikët e Mekës se është rasti i tyre që me i vu në hamendje tash edhe besimtarët që kanë besuar Muhamedit alayhis salam, edhe prandaj edhe madje edhe janë të bindur se edhe ai që ka qenë më i binduri, ai që ka qenë dohet më besniku, e që ka qenë Ebu Bekri radiallahu anhu, thonë tani është rasti ynë, edhe do t'i shkojmë me Ebu Bekrit edhe do ta njoftojmë se çfarë është duke thënë shoku i tij. Dhe prandaj edhe shkojnë Ebu Bekrit edhe i thonë, apo e ndëgjon shokun tënd se çfarë është duke thënë. Po thot, çka është duke thënë? Thot po thot se ka udhtu më shkurt pra prej këtu vendit ton, prej Mekës e në Jerusalem, e prej Jerusalemit në qiellat e larta brenda një pjesë të shkurtë të natës. Thot nëse është ai duke thënë një gjë të tillë, thot faqat sadak. Thot ai është i sinqerti edhe thot unë e besoj. Ekrem Maqedonci, profesor në medresejnë në Prishtinë, potencon se ky udhtim është respekti më i madh që i është bërë një njeriu nga Zoti. Ai thot mes tjerash se është njëri prej udhtimeve më të dobishëm për gjithë njerëzimin. Një farë mënyre pro ka qenë respekti më i madh që ka bën ndonjëherë ndonjë njeriu në sipërfaqen e tokës. Ndërsa dobitë të tjera në aspekte njerëzor, në aspektin tonë si ummet e Muhamedit alayhis salam dhe pasuesit e tij, nga kjo ngjarje kemi kuptuar edhe urdhrin për namaz, edhe obligueshmërinë tonë në kryerjen e këtij ibadeti namazi. Është një çështje shumë interesante. Të gjitha obligimet juridiko-fetare janë bë obligim tokë. Respektivisht ka zbrit Xhibrili alayhis salam me ndonjë ajet të Muhamedit alayhis salam, pastaj ai na ka sqaruar neve. Në përjashtim namazi është marrë pejgamberi alayhis salam, është ngrit në qiell dhe atje është bërë obligim namazi. Dietarët kanë thonë se kjo jep të kuptohet çfarë rëndësie ka namazi. Muhamedi alayhis salam në këtë temë ju kanë paraqit disa kategori të njerëzve, të cilët do të kenë përgjegjësi dhe vuajtje para Zotit të Madh. Edhe ato kategori kanë qenë për shembull njerëzit të cilët e hanë pasurinë e jetimit me pa të drejtë ose pasurinë e tjetrit. Ju kanë paraqitur njerëzit e pamoralshëm dhe të pandershëm në një farë mënyre sikur me këtë rast na ka bërë me dije se çdo njeri i cili i hin hak tjetrit pa marrë parasysh në aspekt moral apo material ka përgjegjësi para Zotit të Madh. Dobit që besimtarët i gëzojnë edhe sot nga Isra dhe Miraxhi janë të shumta. Ajo që mendoj se besimtarët bashkëkohor duhet ta kenë parasysh kur fjala e Isras e Miraxhit, pos gjitha tjerave, është edhe ajo se Allahu xhaleshanuhu në rastin e Isras dhe Miraxhit e dëshmon para njerëzimit mbar se vërtet e nderon njeriu me Miraxhin ditor që do ta kenë 5 herë në ditë. Me Miraxhin të cilin Allahu xhaleshanuhu ja ka mundsu besimtarëve me përjetu 5 herë në ditë, e që është namazi, e që është ky obligim apo ky privilegj me e quajt ashtu, me të cilin Allahu xhaleshanuhu e ka privilegjuar njeriu në tokë, duke qenë njeriu në qiell. Gjitha privilegjet tjera, gjitha obligimet, farzet tjera me çka Allahu na ka nderuar neve si ummet, na ka nderuar duke qenë njeriu në tokë, duke qenë i dërguari jon në tokë. I ka ardhur Xhibrili duke qenë Muhamedi alayhis salam pra në tokë, edhe i ka zbrit ajetet e caktuara, i ka zbrit dispozitat, e ka njoftuar me farzet, me obligimet e ndryshme, por vetëm farzi i namazit, Allahu xhaleshanuhu e ka marrë robën e vet atje në qiellat e larta, edhe atje po e nderon me obligimin e namazit. Një ngjarje e tillë në fakt dëshmon edhe për relacionin e njeriut me Kur'anin, për shkak të një ngjarje të mbinatërshme që besohet nga besimtarët për shkak të besueshmërisë në librin e shenjtë. Krejt çka duhet besimtari të bëjë është që të gjej argumente të forta, të cilat me çështë besimtari edhe i ka, se gjithçka që është thënë në Kur'anin fisnik është e vërtetë. Dhe të besoj pashmangshëm në të. Por ajo që duhet më vënë theks është se nuk lejohet që besimtari të jetë selektiv. Të besoj në një pjesë, të mojë një pjesë, të besoj bindshëm në një e të shoqëroj me dyshim bindje tjera. Prandaj ajo që besimtari duhet bëj, duhet ta marrë shembull e Abu Bekrit. Besimtari sot i ofrohen shumë alternativa në jetë për të besuar koncepte shpesh herë dhe jo të sakta. Prandaj çfarë duhet bëj ai? Duhet të besoj, respektivisht duhet ta ndërtoj besimin tim mbi burimin e informacionit.
si duhet të pritet dhe cilat janë veprat më të mira nga besimtarët, në fund të shpjegon imami Hosamedin Abazi. Jemi të thirrur që me e shtu ibadetin, me e shtu pra aspektin e bamirësisë, me e shtu agjerimin në te, me e shtu sejdët tona në te, me e shtu sadakan edhe lmoshen ndaj të varfërve, e jetimve, e skamnorve, e shtu me radhë, me e shtu aspektin e selamit, e buzëqeshjes mes nesh, do hëtë si besimtare dhe besimtare, me e shtu vizitat ndërmjet veti, do hëtë farefisi, edhe miqasia, e kështu me radhë.